sot, po dhe atë që vjen pas së sotmes? Shiko, në këtë stad duhet përfituar nga ky moment, që është një moment fatlumb dhe optimist, Patjetër. jo vetëm për izraelitët dhe palestinezët, por për mbar rajonin, do të thënë edhe për mbar botën. Kështu që ato fjalë sot mjaft optimiste që mbajti Trump në parlamentin izraelit, në Knesset, nuk janë të egzageruara. Jemi sot një moment historik dhe ngjashëm pak a shumë me ato marrëveshjet e Oslos përpara 3 dekadave. Kur ishte një shtrëngim duarsh midis izraelitëve dhe autoritetit palestinez, askush nuk e dinte se çdo vit e mbrapa, por ishte një moment i paharrueshëm dhe i paimagjinueshëm. Pra ishte i paimagjinueshëm të arrim sot në këtë fazë të parë, që është lirimi i pengjeve, ishte i paimagjinueshëm deri dje. Po, Të gjitha pengjet janë liruar, mbeten sigurisht edhe kufonat trupat që pritën të kthehen, por pengjet e gjallë janë kthyer integralisht. Pra ky moment në radhë parë duhet shijuar dhe më pas se vjen momenti i analizës me ato pyetje që bëte juve. Sigurisht që siç thuhet edhe në planin e paqes, kjo është vetëm faza e parë. Faza e parë për kthyer në shqip çfarë është pushimi i zjarrit. Imagjino të keshim për shembull një lloj skeme të tillë me Rusinë. Faza e parë, nëse do kishte një paqe Rusi-Ukrainë, do të ishte pushimi i zjarrit. Pastaj mbrapa bëhen dhe shumë pyetje, siç shkriti sot edhe në Kiev Karas, më vjen pyetje pastaj mbrapa, kush do paguaj për paqen, reparacionet e luftës etj. Po kjo është faza e parë, pra edhe një herë parim do ta bëjmë midis Rusisë dhe Ukrainës, u arrit në midis Izraelit dhe Hamasit, është pushimi i zjarrit. Pushimi i zjarrit. Tani fillon faza e dytë, është më delikatja. Për mua ka një shans në 10 të ngallënjoj. Aty jam më pak optimist. Sepse kjo fazë e dytë është një fazë e dytë që implikon shumë gjëra. Implikon rreth parë një herë çarmatimin e Hamasit. Pra që faza e parë, në radhë parë të restaurohet dhe të konsolidohet, është që Hamasi tani të dorëzoj armët. Po kujt t'ia dorëzoj armët? Ky është problemi. Duhet dini edhe këtu është roli i europianëve, roli i francezëve. Po. Franca ishte ajo që bashkë me Arabinë Saudite bën presion mbi Trumpit që ta rjesh sot në këtë pikë, që ishte deklarata e famshme e New Yorkut me 146 vende që nënshkruan. Dhe plani franco-arab, çfarë parashikon? Parashikon fazën politike. Në këtë fazë politike mos të përjashtohet autoriteti palestinez. S'mund bësh sot paqe në lindjen e mesme pa patur një organ palestinez. Këtë organ palestinez Izraeli